Afera për inceneratorin e Elbasanit ka prekur shifra rekord deri më sot duke u përllogaritur në 42 milion euro. Por edhe pse paratë e qytetarëve janë shpërdoruar, ky landfill dhe ky skandal është ndruar dhe në kërcënim për jetën e qytetarëve të Elbasanit. Por ndërsa prej vitesh skandali është denoncuar publikisht dhe SPAK provoi aferën, skandali i ka patur një mbrojtës kryesor, Edi Ramën. Për këtë projekt abuziv të akuzuarit kanë qenë për akuza periferike, por asnjëherë për projektin në total, që me forcë është mbrojtur nga kryeministri i vendit, që duket se ka shërbyer dhe si mburoi për të mos i shkuar deri në fund zbardhjes së aferës. Dhe që ne kemi vendosur t'i kthejmë nga një burim ndotje dhe kanceri në një burim energjie. Ky është zotimi ynë dhe ky zotim po realizohet. Nuk është kështu, merr hirin dhe hidhe mbi s'është kështu fare. Këto janë absurditete. M'vjen shumë keq. Po m'vjen shumë keq pra. Po, në Elbasan hiri hidhet në landfill. Por impianti është aty, up and running, dhe Elbasani e ka ajrin pastër. Por jo vetëm në nisje të projektit, kur dilte krah Lodian Zotos në mbrojtje të aferës 42 milion euro në total, por edhe më pas kur u faktua se ishin përballë një abuzimi, kryeministri nuk hoqi dorë dhe abuzimin me fondet e shqiptarëve e cilësonte histori suksesi. Dhe që i dham Elbasanit mundësinë që mbetjet t'i mbledhi dhe i përpunoj në një impiant ultramodern. Për këtë, jo vetëm që nuk ndihem në asnjë lloj mënyre të kem bërë në punë të keqe, por përkundrazi, mendoj që është një nga punët më të mira që janë bërë për Elbasanin. Ne shqyqy që e vun punë, do ta mbyll tha. Le të digjen plerat tha në natyrë tha se është më higjienike. Normal. Do një mal me plera që digjet atje për të bërë një film, se është xhirimi kjo punë. E për dalë e atje koqit e të Olgës e për të bënë ai serenat atje. Sot, tymi kancerogen nga i cili Edi Rama pretendonte se kishte shpëtuar qytetin e Elbasanit, ka mbytur jo vetëm ajrin, por edhe mushkrinë e çdo qytetari, e çdo fëmijë të këtij qyteti. Por SPAK sërish ka mbyllur syt për t'i shkuar deri në fund zbardhjes së aferës që tashmë po kërcënon edhe jetën e qytetarëve.